3 persona janë arrestuar pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjykatës së apelit teksa ushtronte detyrën e tij. Të arrestuar janë autori i ngjarjes Elvis Shkambi, xhaxhai i tij Gjon Shkambi, si edhe roja i sigurisë së gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Dyshohet se xhaxhai i tij e ka ndihmuar 30 vjeçarin, ndërsa punonjësi i sigurisë e ka lejuar autorin të hyjë armatosur në sallën e gjyqit. Gjyqtari i apelit Astrid Kalaja u qellua për vdekje në sallën e gjyqit pas ditën e SH-s pasi shpalli një vendim për një konflikt pronësie. Në një ngjarje pa precedent që u shoqërua me tronditje dhe shqetësime për sigurinë e sistemit gjyqësor. Sipas policisë së Tiranës, autori i ngjarjes Elvis Shkambi, 30 vjeç, ishte palë në procesin gjyqësor. Shkambi ka plagosur gjithashtu kundërshtarët e tij në këtë proces, Babe Bir, Rakip dhe Ervis Kurtaj. Pas krimit ai u dorëzua patrullës së policisë në dalje të gjykatës. Kalaja humbi jetën rrugës për në spital, 2 plagosurit, Ate Bir, gjenden në kujdesin e mjekëve por jashtë rrezikut për jetën. Hetimi për vrasjen e gjyqtarit Kalaja po kryhet nga SPAK, e cila po verifikon arsyet e dështimit masave të sigurisë në ambientet e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Ndërkohë ngjarja e rëndë ndodhur një ditë më parë ishte paralajmëruar më herët në një emision televiziv dhe nga Gjon Shkambi. Xhaxhai i autorit Gjon Shkambi kishte paralajmëruar publikisht për konfliktin dhe kishte kërcënuar se do t'hidhte në erë godinën e shkollës së rezervave në lagjen Skanderbeg. Për ironi të fatit, emisioni është transmetuar më 6 tetor të vitit të kaluar, e njëjta datë që përkon me vrasjen makabre një ditë më parë. Ja gjej unë formën se si me e liru. Si ta minoj në 4 qoshet se është prona ime, e kam me certifikat, të gjithë do t'ju hedh në erë, po ju paralajmëroj, thot Shkambi gjatë përballjes me personin që po fliste lidhur me këtë çështje.